Me që unë jam tani 13 vite këtu. 13? Po, 13 të bë, se edhe më vjen për të qeshur disa gjëra, po në kuptimet mirë fjalës. Në radhë të parë dohet ta thoj gjithëve që ndihem shumë mirë këtu, në Shqipëri, nuk më mban njeri me zor, se shpesh më kanë pyetur në fakt. A mendoj që mban burri? Po, sinqerisht, më kanë pyetur Beles edhe Ukrainës, se mos të mban njeri me zor, mos ke nevojë për ndihmë, jo më gozdash, ndihmë ta japun ty, jo mua, njeri. Po jo ti mua, po edhe. Tani unë jam gjithë këto 3 Po si erdhe njerë para 13 vjetësh? Si që disa prej të huaj kam ardhë për punë, edhe më vazhdoj të ushtroj të njëtë aktivitet. Po kur erdhe dje gjë për Shqipërinë? Fare, si që është disa me Google, Shqipëriat, Meri, shesën për organet, të gjere, ndo njëherë dhe bëj shaka. U të merove momentin e parti qepe? Unë isha shumë gudzimshme, sheshë në moshën e re, edhe nuk trembësha nga asgjë. Edhe tu duk që po bëje trimërit madhe që po vije? Po, sot jam qik me përgjeshëm. Nga cila zone Ukrajinës? Nga Harkiv, nga qytetin e Harkiv jam. Po, edhe? Tani pa bëj shaka ndo njëherë, se kam sjell dhe prindrit shuqër ky vit në prill. Për arsye në luftës shuqyrën mbushë mendje dhe kam sjell këtu, edhe kur e qoj babi për të vizitu te doktori, më bëj shaka se babi kam kështu të tillë që bën shumë pyetja. Po. Ngjaj babi unë. Po. Jo dukesh që ngjan babi ti. Edhe më të ku po shkojmë, ku po më çon, tash organet, paktën ato që të kanë ngel tash tamam.